Sa është i rëndësishëm marketingu për një biznes? Mendoj që marketingu është pjesa më e rëndësishme e biznesit. Nuk e marrim shembull se ndoshta po ndërhyjte kjo pjesa e marketingut te jo, po Coca-Cola në gjojnë edhe fëmijët. Në përgjithësi. Edhe ata nuk e nalën pjesën e marketingut. Kështu që edhe unë jam nisë prej asaj prej momentit fillestare kur kam filluar në pjesën e sulmotologjisë, kam qenë thujse i afërt me pjesën e marketingut me mundësitë që i kam pas. Ndoshta jo në këtë mundësi, po me mundësitë që i kam pas dhe kam arrit me pas këtë sukses. Po suksesi dhe marketingu më i mirë është puna. Puna, afërsia me pacientit, respektin ndaj pacientit, sinqeritetin ndaj pacientit, kualitetin ndaj pacientit, materialet cilat janë efikase, të cilat vendosen, kështu që është një pjesë e marketingut gjanë, që ne e përbëjmë. Ti je të gjitha tuat këto dhe laborin tënd dhe gjitha këto që laboratorin jo, po kjo pjesa tjetër po. Pjesa tjetër po. Po gjithat mirë. Sa punëtor posedon Denfix sot, dok? Si kompani. Si kompani, po. Për momentin jemi 60, po mendoj që deri në fund 2026 me qenë 100. 100 punëtor. Flet bashkë me këtu të Zvicrës? Me Zvicrës edhe me hotel. Me Zvicrës dhe me hotelin. Po. Më trego pak për hotelin, lutem? Hoteli është përfundim, është në pjesë ngjitur pjesë e programit të cilën unë jam mundu prej fillimit ose prej startit punës, ku e kam pas si ëndër që të vazhdohet dhe më zgjerohet dhe kjo pjesa e hotelit që mi ofru një komoditet pacientit të cilët janë dhe vinë, jo vetëm shqiptarët, se shqiptarët zakonisht vinë për shtëpitë e tyre dhe kanë mundësin që me fletë në për shtëpitë e tyre, mirë po kemi shumë kërkesa. Për shkak se njerëzit vinë me ky shërbimet shpejta dhe nga njëherë ata kanë thujse të pamundshme me shku në për shtëpiat e tyre, se ju e dini shumë ma mirë që për me shku një shtëpi do të me pasu 2-3 ditë përpara, edhe janë pamundshme nga njëherë që në shërbime që kryen brenda ditës ose brenda 2 dite, dhe aty jem mundu që mund ta gjejat hapësirën ku ta hapim një hotel dhe ta bëjmë si pjesë